E kur jemi të shujta ditore, po kalojna tek sadakaja. Sadakaja është njëra prej gjanave më të mira që i ka feja muslimane. Çfarë do të thot sadakaja edhe pse është kaq e rëndësishme në Islam? Sikur që përmende, sadakaja është një vepër altruiste që e bën njeriu në shërbim të tjerëve, dhe nëse e shohim, sikur që po të mësuam edhe në fillim, muaji Ramazan për të mira që i ka është se është edhe muaji i solidaritetit. Një formë që është madje e obliguar që në Ramazan, nëse dëshirojmë që agjërimi të na pranohet, ne duhet ta japim edhe një sadaka, që thirret sadakatul fitri, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar, ka thonë është tuhratun lis-saim edhe tu'matun lil-masakin, është pastrim për agjëruesit nga fjalët e kota, nga ato që ka mujt me bërë lëshime gjatë muajit të Ramazanit, dhe është edhe ushqim për të varfrit. Dhe nëse e shohim, pejgamberi i fundit të cilin neve e kemi shembull në çdo aspekt të jetës, ishte shumë dorëdhënës, shumë bujar, shumë fisnik, dhe madje nëse më lejohet me përmendet në transmetime, thot profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ishte gjatë tërë kohës bujar, fisnik, jepte sadaka, por thot më bujar, më fisnik ishte në muajin e bekuar të Ramazanit. A do thot kjo që shpërblimi është më i veçantë prej Zotit me jep sadaka në muajin e madhreshëm të Ramazanit? Gjithsesi, çdo vepër që bëhet në Ramazan shumë fishohet. Nuk është e njëjtë sikur se jashtë Ramazanit, dhe vlen këtu të cekët, me qenë se kemi shembull profetin e fundit, thon për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur e përshkruajnë në dorëdhënien e tij, në sadakon e tij, thot ishte i ngjashëm në dorëdhënie sikurse era. Dhe kam përmend pse sikurse era, se era thot i ka 3 cilësi. E para prej tyre është se era është e shpejtë. Përmenden meteorologët, njerëzit që merren me studimin e këtij fenomeni, thot era mund të kalojë deri në 2000 km/h. Pastaj që jep me kuptuar që pejgamberi ishte shumë i shpejt në dorëdhënie, nuk hamencohej të jap apo të mos jap, ishte shumë i shpejt. Pastaj cilësi tjetër e erës është se era është e vazhdueshme. Çka jep me kuptuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i vazhdueshëm në dorëdhënie, po. Dhe e treta cilësi është që ai era i përfshin të gjithë. Nuk është me përfshi vetëm një lagje, një shtëpi, apo i përfshin gjithë. Dhe kështu ishte edhe profeti i fundit, e përfshinte edhe të voglin, edhe të madhen, edhe muslimanin, edhe jo muslimanin, edhe mashkullin, edhe femrën, dhe kështu do duhet të jemi edhe ne